81 vjet në gë gjenocidin e çamëve, tani mjaft. Drejtësi për Çamërinë. 12 qershor 2025, 81 vjet nga një nga krimet më të heshtura, por më të tmerrshme kundër shqiptarëve në shekullin 20. Në qershor të vitit 1944, Çamëria u mbulua me gjah. Me urdhër dhe udhëheqje të kriminalit Napoleon Zerva, forcat paraushtarake greke masakruan, dogjën dhe dëbuan mijëra shqiptar autokton të Çamërisë, vetëm sepse ishin shqiptar dhe musliman. Fshatra të tëra u fshin nga faqja e dheut, burra u pushkatuan, gra u dhunuan, fëmijë u therën si bagëti. Ishte gjenocid. Ishte spastrim etnik. Ishte një krim që sot, 81 vjet më vonë, nuk është dënuar. Greqia vazhdon të heshtë. Evropa vazhdon të heshtë. Shqipëria vazhdon të përdridhet. Nuk ka asnjë njojë zyrtare nga shteti grek për këtë krim. Nuk ka asnjë kompensim për pronat e grabitura. Nuk ka asnjë kërkim falje. Nuk ka as drejtësi, as kthim, as përmendore në tokën e tyre. A mund të imagjinohet kjo heshtje nëse viktimat nuk do ishin shqiptar? Nëse nuk do ishin musliman? Çështja Çame nuk është një kapitull i mbyllur. Është një plag e gjallë. Ata që mbjetuan u detyruan të iknin nga trojet e tyre. Nga Arta, nga Filati, nga Paramithia, nga Janina, nga Çamëria e bukur e lash shqiptare. Tokat e tyre u bën pasuria atyre që i vran. Shtëpit e tyre u bën hotele dhe bizneset e atyre që dogjen dhe përgjakën. Dhe sot, pasardhësit e viktimave jetojnë si refugjat në vendin e tyre, të mohuar dhe të harruar. Mjaft me përuljen diplomatike. Mjaft me heshtjen politike. Çështja Çame nuk është folklor. Nuk është vetëm histori. Është një çështje kombëtare, toksore, identitare. Çamëria është Shqipëri. Dhe Shqipëria nuk është e plot pa Çamërinë. Kush nuk flet për këtë, nuk është përfaqësues i kombit shqiptar. Ne nuk kërkojmë mëshirë, ne kërkojmë drejtësi. Kërkojmë njojën zyrtare të gjenocidit nga shteti grek. Kërkojmë kompensim për pronat e grabitura. Kërkojmë të drejtën për rikthim në tokën e të parëve tanë. Kërkojmë që Evropa të ndalë standardin e dy fish, sepse nuk ka paqe në Ballkan pa drejtësi për Çamërinë. Kujtojmë, po. Por mbi të gjitha, kërkojmë. Ne nuk jemi këtu vetëm për të vendosur kurora. Jemi këtu për të thënë. Mjaft mërë. Nuk e harrojmë. Nuk e falim. Nuk e lëm asgjë në harres. 81 vjet më pas, Çamëria nuk ka nevojë për lutje, ka nevojë për veprim. Drejtësia për Çamërinë është pjesë e dinjitetit kombëtar shqiptar. Evropa që hesht për Çamërinë nuk është Evropa e drejtësisë. Qeveritë që nuk e përmendin këtë çështje janë bashkëfajtore në heshtje. Çamëria nuk është e harruar, është e gjallë. 81 vjet më parë, na dogjën shtëpit, na vran familjet, na dëbuan nga toka jonë. Por nuk na zhdukën dot kujtesën. Nuk na shuan dot gjakun që thërret nga dheu i Artas, i Janinës, i Paramithisë. Çamëria nuk është vetëm një vend në hartë, është plag në zemrën e kombit shqiptar. E sot, ne nuk qajmë më në heshtje. Sot flasim. Sot kërkojmë. Sot ngrihemi. Drejtësia nuk pret. Kujtesa nuk vdes. E ardhmja nuk ndërtohet mbi harres. Çamëria do të kthehet. Historia do të shkruhet drejt. E ne do të jemi gjallë për ta parë. Lavdi viktimave të gjenocidit Çam. Turp për ata që heshtin përballë së vërtetës. Drejtësi për Çamërinë tani, jo nesër.